Pse mendoni që ndërtimi i paqes nga perëndimi kërkon kaq shpesh nga të mbijetuarit që të kenë empati për agresorin, po jo e kundërta? Nuk i kërkohet thuajse asnjëherë agresorit të përballet me të vërtetën e veprimeve të veta, po kërkohet që të jepet gjithmonë një lloj konteksti më i gjerë sepse agresori u bë agresor. Kjo është ndoshta pyetje e cila duhet të shtrohet pak në rrafshin më të gjerë përtej Kosovës, përtej luftave në Jugosllavi. Sigurisht në periudhën e pas luftës së dytë botërore, vendet ato që janë tash vendet e Bashkimit Evropian kishin përballë krijimin e një projekti të një paqe në konturat e një paqe të cilat ata e vendosën në bazë të matematikave të pas luftës së dytë botërore. Edhe shpesh herë, edhe ajo qartësia e pagabueshme për agresorin e luftës së dytë botërore edhe për viktimën e kemi parë se del edhe revoltohet edhe ajo mbivendosje arbitrare për mbi popujt evropian në raport me krimet e fashizmit, në raport me pastaj projekte të tëra për denazifikimin e Gjermanisë, edhe në fakt nëse shohim sot çfarë ndodh në Gjermani, dhe nëse kemi parë pak me kujdes çfarë ka ndodhur në Gjermani këto 10 vitet e fundit, shohim gjithë këto tendenca revoltuese të fraksioneve të ndryshme neofashiste në Gjermani, pikërisht kundrejt po asaj narrative e cila qartësisht vendosi agresorin edhe viktimën. Edhe projekti evropian i paqes provoi një eksperiment tjetër, ashtu siç historikisht kanë provuar eksperimente të ndryshme në vendet nëpër ish-kolonitë e tyre, për të parë metoda ose për të parë formula të tjera, ndoshta kjo lloj dy kuptimësie e asaj çfarë ka ndodhur ose shumë kuptimësia e asaj çfarë ka ndodhur mund në fakt ketë potencial më të gjerë edhe më të qëndrueshëm për paqen në kuptimin afatgjatë. Dhe si ushtrim intelektual, unë e kuptoj shumë mirë, si detyrë filozofike, si parashtrim të pyetjes e kuptoj shumë mirë, por tej formimit tim akademik, unë po ashtu para kësaj jam edhe njeri me një përvojë të luftës, dhe pastaj këtu si njeri ti e shef që ka probleme jashtëzakonisht të mëdha kur këto eksperimente intelektuale, të cilat pastaj përkthehen në projekte politike, aplikohen në jetë të vërteta, në njerëz të vërtetë. Sepse aty pastaj fillon edhe nuk ndihesh më aq rehat me pyetjet filozofike dhe me formulat intelektuale për ndërtimin e paqes.